Jeni dhunuar fizikisht apo verbalisht? Po. Jeni dhunuar fizikisht apo verbalisht? Fizikisht po flasim. Fizikisht. Fizikisht. Pra jeni dhunuar fizikisht se po shkonit, t'i dërgonit ushqime dhe ndihma humanitare fëmijëve apo qytetarëve të Gazës. Po. Eksaktësisht, sepse ata duke qenë se kanë Gazën në rrethim, pretendojnë që ne po shkelim ligjin e Izraelit, ndërkohë që ligji ndërkombëtar flet ndryshe. Ligji ndërkombëtar thotë që rrethimi i Izraelit është i paligjshëm dhe çdo tentim për ta thyer atë rrethim, sidomos në rastin tonë tentim paqësor humanitar, është krejt i ligjshëm dhe i justifikuar, kështu që e drejta është në anën tonë. Dhe kjo është e dukshme nga vetë genocidi që ka ndodhur deri tani. Baki ka patur edhe në seancën gjyqësore në mos gaboj ka patur akte ose momente dhune nga palë izraelite? Seanca gjyqësore domethënë ishte shumë e shkurtër gjatë asaj kohe ku ne trajtoheshim apo flisnim me civil siç ishte gjykatësi për shembull. Nuk ishte dhunë dhe ata ushtarakët që na përcjellnin ishin të egër, por të përmbajtur. Në momentin që ishim jashtë syve të civilëve dhe jashtë kamerave, aty ishte dhuna prezente, dhe sidomos poshtrimi. Një detaj shumë interesant është kur kaluam në një ne ishim gjithkohës me kokën poshtë të palejuar të shkonim majtas djathtas, dhe kur po kalonim para një kamere na urdhëruan që të rinim drejt. Sa kaluam te kamera, na urdhëruan prapë që të ulim kokën poshtë. Pra, dhuna ishte prezente gjithkohës, por përpiqeshin ta fshihnin. Edhe pse tani nuk e fshihin dot më. Baki, ishte një moment sigurisht paniku nga ana juaj kur shihin ato forcat izraelite të ushtrisë, forcave nuk e di çana IDF-ja. Si u ndjet kur pat edhe vetë ministrin, se ishte një ministër aty që ishte më i etshëm se vet forcat. Ishte më ekstrem ai, më radikal. Çfarë menduat në ato momente? Unë kam kaluar një cikël trajnimesh para se bëhesha pjesë të gjitha kanë kaluar, para se të fillonte misioni. Dhe një nga trajnimet ishte përballja konkrete me IDF-n, me ushtarët izraelit, dhe si të silleshim me ta. Si të dhunoheshim sa më pak. Dhe unë isha psikologjikisht shumë i përgatitur dhe realisht nuk ka pasur efekt në psikologjinë time përballja me ta. Efektet kanë qenë vetëm fizike, të cilat tashmë kanë kaluar dhe nuk është se kanë më vlerë. Kështu që përballja ime me ta ka qenë e qetë. Në momentin që jemi në tend aty ku erdhi dhe ministri ekstremist Ben-Gvir, unë isha prezente bashkë me sytë e mi, ministrin e bashkë skenën kur rrahën në para kamerave atë vajzën që tha Free Palestine. Ajo ishte një sekuencë, rrahja në atë zonë aty, dhunimi, plasja, tërheqja zvarr ishte konstante. Domethënë çfarë është në video është një proces 3-4 orësh për gjithë ne. Ke shenja dhune në trup, Baki? Kam disa shenja dhune, po. Sidomos në duar dhe në këmbë. Por dëmtimi më i madh është në brinj, ku unë dyshova se mund kisha thyer brinjë, se shumë nga pjesëmarrësit përfunduan me brinj të thyera. Fatmirësisht në kujdesin mjekësor të kontrollin që mora mbrëm në Turqi, dola që nuk isha asgjë të thyer dhe për këtë jam shumë i lumtur, domethënë pra plagët e mia janë minimale dhe pa domethënë. Ka thuar sidomos me shumë të tjerë që do të jenë akoma në spital.